Allahu neve na porositi o vëllezër, wasta'inu bis sabri was salah. Jeta ka vështirësi, jeta ka sfida, jeta ka momente, jeta ka situata që krijohen. Mos e harroni kurrë dy gjëra me të cilat ndihmojeni në çdo situatë jetës tuaj, na e ka thënë neve Allahu xhaleshanu në Kur'an. Ndihmohuni në jetën tuaj me namaz dhe me durim. Durimi patjetër është çelës. Është çelës durimi. Imagjino, në momentet që njeriu mërzitet ose kur i vjen i lajm i hidhur, këto janë momentet që mos tepër njeriu gabon, merr vendimet e gabuara, o shkatroj jetën e vet, o shkatroj jetën e tjetrit. Duhet durim, me durim. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, me të vërtet i jepet durimtarve shpërblime pa hesab. Pra nëse një shpërblim shkon me 1 me 10, 1 me 70, 1 me 100, 1 me 700, siç e thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, deri në 700 për durimin pa hesab. Edhe me namaz, thot Allahu xhaleshanu, duke na theksu neve rolin që ka namazi në çdo lloj situate, sado e vështirë që të duket ajo. Siç transmetohet, të gjithë profetët e Allahut, të gjithë profetët e Allahut, në momente vështirësie ose në momente sprove, kërkonin pra strehim ke namazi. Kërkonin mbështetje ke namazi, futeshin namaz me komuniku me Allahun xhaleshanu. E ky namaz neve që falim na bëhet i vështirë. Dikush për to më uçu më fal. Dikush shpejt o burrat marrim avdes shpejt. Elhamdulillah që na ka udhëzuar Allahu dhe falemi, kjo është mirësia e Allahut për Zotin. Po ne po themi që ta kuptojmë atë që bëjmë dhe t'ja dim vlerën kësaj që bëjmë. Dikush, o burrat, falemi shpejt marrëm të ikim sa më përpara. Dikush falet, edhe ka mendjen diku tjetër, edhe pse thot Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Menjen ke borxhi, menjen ke i punë, menjen ke i takim, menjen ke i personit caktuar. O ti që falesh, edhe ti që shpërqendrohesh ndaj Allahu xhaleshanu në namaz, zgjidhjen për hallin edhe për problemin që je duke menuar edhe po të shpërqendron ty, e ketë ai që po shpërqendrohesh ndaj tij, subhanallahu. E ketë Allahu xhaleshanu, ai ka në dorë të gjitha. E kupton si ngatrohemi me veten tonë, si harrojmë edhe si harrojmë mirësinë e kësaj që po bëjmë. Ta ka dhënë Allahu mundsinë. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, kujt i hapet dera e lutjes, ju ka hap dera përgjigjes. Po ti si mendon? Po do të Allahu xhaleshanu mos me tu përgjigj ty, të kishte fut ke lutja ty, të kishte fut ke namazi, po ka dashmër don Allahu me një gjuhë zonin tat, lutjen tate. Do Allahu me ju përgjigj lutjeve tuaja. Dhe ti duhet ta mendosh këtë gjë kur futesh falësh namaz, duhet ta mendosh që Allahu më ndeshi më fort dhe po ma ka hap këtë derë, se me qenë ta mbyllte derën siç ja ka mbyll shumë tjerëve që s'do më janë një gjuhë zonin fare mbas. Allahu na rujt, që është i hidhur me ta, Allahu na rujt. Dhe kur e ke këtë mirësi të madhe, me qëndru për para Allahut xhaleshanuhu, mos u shpejto. Mos e bëj namazin sa për të kaluar radhën. Ndjeje namazin edhe kuptoje që je duke fol me më të madhërishmin. Aty fillojnë, si më thon, komunikimet e zemrës edhe të shpirtit. Edhe është mirësi e madhe që ne Allahu xhaleshanu na e ka bërë të komunikojmë drejt për drejti me Zotin xhaleshanu. Është hadith i mrekullueshëm edhe shumë i bukur, hadithi El Fatihas që thot profeti alayhi salatu wasallam, thot Zoti xhaleshanu e ndava namazin midis meje dhe midis robit tim 2 pjesë. Pra kur thot robi një ajet nga sura El Fatiha, Allahu i përgjigjet, subhanallah, dhe i jep ato që i kërkon robi. Është hadith shumë i mrekullueshëm, vetëm ta kuptosh edhe vetëm ta ndjesh këtë që po komunikon me Allahun xhaleshanu, është gjë e madhe, vallahi. Vallahi njerëzit nga i herë kanë i hall ose i siklet, e din që e ka në dorë filani, do rrin mase me muj, derisa të krijojnë një takim me atë, se mund të jetë shumë i vështirë me u kap. Allahun e ke, kollajmër Zoti i gjithësisë ta ka bë kollajmër, subhanallah. Është ai i cili lëviz zemrat, është ai i cili i ka në dorë të gjithë situatat, edhe është ai i cili i rregullon ose i zbut gjërat ose i jep rrugëzgjidhje. Allahu xhaleshanuhu. A ke menduar në një herë dhe a ke meditu 5 namazë në ditë? 5 namazë në ditë. A je në punë apo si je në punë? A je smur apo je shëndetshëm? A je udhëtar apo je venali? Or edhe në luftë, subhanallah. Or edhe në momentet që je më vështirë ose edhe aty ku të mbyllen gjërat, namazi nuk lehet.
Ç'ne gjithë ky obligim dhe gjithë ky insistim nga feja jon për namazin, sepse është i domosdoshëm për gjithë secilin prej nesh. Dhe është i dobishëm, pra frytet që ka namazi dhe gjurma dhe roli që ka namazi në jetën e besimtarit të vëllezër, është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm, mos kishte qenë kaq i rëndësishëm, e mos kishte qenë kaq i dobishëm për vallahi nuk e insistonte feja jon, nuk e insistonte Allahu edhe profeti alayhi salatu wassalam. Nuk e insistonin dashurit e Allahut edhe profetët e Zotit namazin, po mos kishte qenë kaq i rëndësishëm edhe me rol kaq të rëndësishëm në jetën tonë. Ai është i pari, subhanallah. Ai është i pari. Musa alayhi salam, kur i foli Allahu xhaleshanuhu dhe i tha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata dhikri. Kur i foli me zot dëgjueshëm për herë të parë dhe ja pushtoi të gjithë qenien e tij, Allahu xhaleshanuhu me zërin që i foli. I tha, unë tha jam Allahu, tha me të vërtetë unë jam Allahu, tha. Ndaj më adhuro mua dhe fale namazin për përmendjen time ose për përkujtimin tim, subhanallah. E urdhroi Allahu xhaleshanu Musën alayhis salam. Profetit ton i tha Allahu xhaleshanuhu wa'mur ahlaka bis salati was sabir alayha. Urdhroje familjen tënde të falin namazin, të jenë tregullt namaz dhe bëj durim në faljen e namazit. Pra nga një herë dikujt mund t'i bëhet pak si e vështirë, dikush mund të përtoj, dikujt mund t'i bëhet e rënd falja namazit. E ke parasysh do lesh shtratin, do lesh për të falë sabahun për të çu, do marrësh masa avdes me ujë të ftohtë, diku e ketë ngrohtë, diku s'ke. Mund të jesh i lodh, mund të kesh rënë darkë e vonë, ama Allahu xhaleshanu thot bëj durim, thot në faljen e namazit, sa ajo është më e mira për ty. Ndërsa ummetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i tha hafidhu ala salawat. Tregoni kujdes të veçantë për faljen e namazit. Ruani pra faljen e namazit, ruajini faljen e namazit që ta falin në rregull në kohën e vet edhe ashtu siç duhet.